Ka thonë Rasulullah alayhi salam, a doni t'ju njoftoj juve për punën më të mirë që keni mundësi me bë, edhe punën më të pastërt te Allahu Azza wa Jall, edhe punën e cila ju ngrit juve mas shumtin e për shkallë, drejete të mëdha, punë e cila është më e mirë se sa lufta për hir të Allahut Azza wa Jall, në të cilën luftoni e vrani të tjerë edhe vrahani vet. Kjo punë është më e mirë se sa me luftu. Kanë thonë shokët e Rasulit alayhi salam, edhe na bashkë me ta, gjithsesi ja Rasulullah, kalzona. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, dhikrullah, përmendja Allahut, me përmend Allahun Azza wa Jall. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam në hadith tjetër, e dhikri më i mirë, përmendja më e mirë e Allahut Azza wa Jall është thanja la ilaha illallah. Çka do që të bjen men për dhikrit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Këtë janë të mira, më e mira ty në është la ilaha illallah. Kështu që thuni shpesh këtë ditë o musliman, puna më e madhe që mundesh me bën këtë ditë është dhikri Allahut Azza wa Jall.